Taksa e qarkullimit për të ulur 45 lek nuk kupton që t'jetë 45 lek. Taksa e qarkullimit nuk është 45 lek. Së pari, së dyti, ne kemi ndjekur një model tjetër. Taksa e qarkullimit është në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por është ndarë në disa e segmentojnë në pikat e karburanteve ndaljen e taksës qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja taksës së qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë, sepse paguajnë më shumë taks ato që përdorin më shumë mjete. Pra, ai që përdorin më shumë litra automjet paguan më shumë taks. Për më tepër që ne jemi duke ndjekur dhe siç e kemi parë dhe gjitha këto ditë të shkuara, me gjitha le themi grupet e interesit të shoqërive hidrokarbur, jemi duke ndjekur në mënyrë dinamike tregun e karburanteve, çfarë po ndodh edhe në vende tjera të rajonit dhe të zhvilluara. Patjetër ka modele të ndryshme. Ajo që ne kemi ndjekur është ndjekja e një modeli të vendosur se një çmimi tavan, nëse do le themi vendoset miratimi dhe fillimi i bordit të transparencës. Nuk kemi akoma një vendimarrje të tillë, pasi po presim akoma dinamikat se si do jenë të tregut. Patjetër, ky bord, siç u njoftua edhe ditën e djeshme që kishim takim me kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e ekonomisë, me grupet e interesit, është aty dhe mund të krijohet me një vendim të Këshillit të Ministrave.